أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Të dashur besimtar, të nderuar agjerues, fillimisht ju përshëndesim me përshëndetjen islame. Selamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu. Paqja, mëshira, begatit e shumta të Zotit qofshin mbi të gjithë ju. Dhe lutim Allahun që çdo ibadet tuaj, agjerim, lexim Kurani, e çdo ibadet të ndryshëm të cilën e bëni gjatë këtij muaji të bekuar të Ramazanit, Allahu të e pranon. Pasi që jemi në muajin e bekuar të Ramazanit, ku shumica e dietarëve, një numër i madh i dietarëve po na interpretojnë ajetet dhe hadithet duke na thënë se gati se i tërë muaji ka të bëjë me faljen e mëkateve. Në çdo moment se parehatia shpirtërore, parehatia familjare, po edhe parehatia shoqërore një përgjigje e ka. Ashtu siç na ka mësuar dietarët tanë se çdo pasojë është nga mëkati. Sa herë që një mëkat ka depërtuar në palcën e individit, në palcën e shoqërisë, në palcën e familjes, ka qenë elementi kyç që Zoti ka shkatruar edhe popujt të tërë. Ku e kemi sot popullin e Nuhit? Ku është populli i Salihut? Ku është populli i Lutit? Ku është perandoria madhështore e Faraonit? Të gjithi kemi në dhe si pasojë e mëkateve të shumta. Andaj edhe ne si besimtar, po edhe si njerëz në përgjithësi, nuk kërkojmë që të jemi të pagabueshëm. Nuk ka njeri në dunja që nuk do gabon, por ne duhet të jemi ata të cilët pendohemi. Andaj në disa momente dhe minuta të shkurtra që i kemi në dispozicion, do mundohemi të flasim rreth kësaj teme. Për shkak se i gjithë Ramazani, të nderuar agjerues dhe të nderuar besimtar, të themi është sezoni i magfiretit ose sezona e faljes. Ashtu siç na ka mësuar edhe vetë pejgamberi alayhis salam dhe interpretimet e dietarëve, na mësojnë se për çdo natë Allahu në këtë Ramazan po fal njerëz. Që nga nata e parë deri në natën e fundit, bile kur vjen nata e fundit, falën atë sa ka fal gjatë gjithë muajit të Ramazanit. E pse të pendohemi? Do duhet të pendohemi për disa arsye, duke duar të japim një paralele nga jeta reale. Çdo mend se do shta kemi ndonjë komshi me të cilën ne nuk shkojmë mirë dhe ai po ta bën zi jetën. Do shta po ta zën parkingun, do shta po nuk lën të flesh rahat natën dhe kur shkon të bësh një ankesë të përgjithësi, a ja bën me të butë ose je i trishtuar. Zgjohesh në mëngjes e njëjta gale, vjen mbrëmja e njëjta gale, problem. Edhe ti dëshiron ta zgjedhish po atë problem për shkak se po ta nxin jetën. Tani merren nga ana tjetër. Cili është ai mëkat i cili po ta nxin jetën? Cili është ai mëkat i cili kur zgjohesh në mëngjes po ta humb disponimin? Cili është ai mëkat që kur vjen në mbrëmje po ta humb disponimin? Cili është ai mëkat i cili nuk lën të jesh rahat në familje? Cili është ai mëkat i cili nuk lën të jesh rahat në shoqëri? Dhe këtu nuk flasim për një mëkat të vetëm. Ndoshta çdo individ mund ta përkufizon në një mëkat të vetëm, po flas për të gjitha mëkatet në përgjithësi. Pse duhet të pendohemi? Të nderuar vëllezër, të nderuar agjerues. E para pse duhet të pendohemi është se mëkatet po bëjnë një lloj perdeje në zemër dhe nuk të lën ta shohish realitetin. Dietarët tanë po na thuajnë kështu. Mëkati është si pasqyra e cila është e avulluar, ka avull, ka mjegull. A e shef vetën mirë atin pasqyrë? Jo. Sa më avulluar të jetë pasqyra, aq më pak e shef realitetin tënd. Kështu janë edhe mëkatet. Sa më shumë mëkatet e ketë në zemër, aq më pak e shef të vërtetë realitetin. E çfarë i bie kjo? Asgjë nuk të duket mirë. A i shifni sot njerëzit ku ka përfunduar? Po gjikojnë për gjithçka. Po gjikojnë ndonjëherë edhe kur e vënon ligjaratën ditë xumaje. Po gjikojnë ndonjëherë për çfarë do qoftë ajo. Pse po gjikojnë? Për shkak se perdeja e mëkateve që është në zemër nuk të lën ta shohish anën e mirë. Si pasojë tjetër e mëkatit, edhe pse duhet të pendohemi urgjentisht, mëkatet të nderuar vëllezër sjellin mëkatin tjetër. Paramendoni 3 tanë, sa rahat ka qenë derisa nuk e ka bërë filan mëkatit. Si ka hinjë mëkatit nuk është rahat. Po e supozojmë, deri në një farë kohe nuk ka shkuar pas kazinove, nuk ka shkuar pas
pas alkoolit, nuk ka shkuar pas zinas. Sa mirë ka qenë jeta e tij përpara atij gjunahit. E tash gjunahi të robron. Tash duhet të vjen nata ose të them vikendi, nuk i rin shpirti rahat pa më shku ta bën filan mëkatin të cilën e ka robru. Dhe dy pika tjera që janë shumë të rëndësishme, gjunahet të ndëruar vëllezër fillojnë dhe e fikin xhelozin. Aq shumë pak xhelozi ka sot te krye familjari se familja po i bën gjuna, fare nuk i bën përshtypje. Ajo që na dhem shumë, baba, një bab në një semimatur, merr çikën e vet, mos të them komplet e zbuluar, me dorën e vet e çon në një semimatur, një vajzë të vogël, ku mbeti xhelozia. Dhe si pasojë tjetër e mëkati e humbën turpin. Emisionet me antivlera që i kemi sot që kanë dëpërtuar në shtëpitë tona, fatkeqësisht të nderuar vëllezër dhe motra, familjarisht po shifen. Nuk them se më përpara nuk ka pasur emisione të tilla, por krye familjari e ka mbajtur komandon në dorë dhe kur ka dalë një reklam e pisët dhe kur ka dalë skenat të cilat nuk është dash ti shef ai vogli në shtëpi, ai ka ndruar komandën. Këtë kërkojmë nga ju. Ndoshta është e pamundshme të ju bindim se nuk duhet të shihen emisionet e pavlera që kanë dëpërtuar edhe në për sallonet banesat tona. Po të paktën skenat e turpshme largoni fëmijët nga. E shihni ku ka mbri mëkati dhe ta bën pasojën e vet. E ka humb turpin në mënyrë kolektive. Dhe e fundit te pasoja e mëkati të ndëruar vëllezër, nuk ta shef sherrin nuk ja shef sherrin vetëm vetvetes, po sherrin ta shohin krejt. Kur ti fillon e bën një mëkat, edhe personi përballë e detiron ta bën mëkatin. Kur ti nisën përgojon, personi përballë të njëjtën mëkat e ka, sa e ndëgjon përgojhimin e kështu me radhë. Prandaj është Ramazani të nderuar vëllezër, ti themi stop dhe ta nisim një fletë të re. E sa falën Zoti dhe kur na fal Zoti. Janë këto netët e Ramazanit dhe ditët e Ramazanit të nderuar vëllezër që t'i shfrytëzojmë në maksimum që Allahu të na fal. Po a jap disa sugjerime. E para, çdo natë iftari. Mundohuni 2-3 minuta duke e pritur të vjen iftari, ta lutni Zotin që Allahu të ju fal për në heshtje, ashtu duke e pritur iftarin, duke e parë ushqimin e bukur që e kanë bërë nënat dhe gratë tona, mos u koncentroj shumë se çfarë ka për ushqim, po koncentrohu me meditimin tënd të thellë duke i thënë Zotit, o Zot më fal. Pse bash para iftarit? Po e konkretizoj kështu. Musa alayhis salam i tha, o Zot, shumë të mira më ke dhënë. Po flas me ti direkt, sa ashtu është quajtur Musa, folsi i Zotit. Allahu i tha, o Musa, e kam një besimtar, një rob i cili me mu flet direkt, e ti nuk flet direkt me mu, ti flet në mes të 70.000 perdeve. Dhe Musa i tha, kush është ajo Zot? Allahu i tha, agjeruesi në kohën e iftarit, nëse më lutet, më atë flas direkt, ja pranoj të gjitha. Prandaj shfrytëzoni momentet e para iftarit, shfrytëzoni momentet e syfirit në fund të syfirit, dhe ajo më e madhja, shfrytëzoni 10 netët e Ramazanit, ku në mesin e tyre është nata e 4, ku Allahu të gjithë i falen ata të cilët do i luten. Dhe po e përfundoj, sa fal Zoti. Nuk ka mëkat që nuk e fal Zoti të nderuar. Në një hadith kutsi po ja jap kuptimin, Allahu thotë, o biri i Ademit, derisa më lutesh mua dhe ke shpresë tek unë, ti fali krejt gjunahet dhe kërkujt nuk jap llogari. O biri i Ademit, nëse vjen tek unë dhe mëkatet kanë arritur kupën e qiellit, pastaj më kërkon falje mua, ta fali dhe kërkujt nuk jap llogari. O biri i Ademit, nëse gjunahet e tua janë sa e gjithë toka, pastaj më takon mua dhe nuk më ke bërë shok, ta fali dhe kërkujt nuk jap llogari. Po e përfundoj me duan madhështore që po përmendet në Kur'an, që e ka përmendur Yunusi alayhis salam, dua e cila nga errësira e barkut të balenës dhe të oqeanit dhe errësira e natës e ka nxjerrur në dritë. Ajo është duaja që rekomandoj edhe juve ta theni shpesh. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Nuk ka Zot tjetër përveç teje, o Zot, unë ose ne i kemi bërë padrejtësi vetes. Prandaj pendohuni dhe shfrytëzoni muajin e Ramazanit për pendim. Allahu na fal të gjithëve, Allahu e pranoft ibadetin dhe lutjet tona. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh.